Eris Mehmetaj, personi që shihni në foto, është robojani arrestuar nga policia e shtetit, si dyshuar për përfshirjen në ekzekutimin e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, mëngjesin e 27 prillit në qytetin e Vlorës. Sipas burimeve nga grupi hetimor, Mehmetaj akuzohet se i ka siguruar automjetin e autorit të vrasjes, ndërsa i ka ndruar edhe targat për të shmangur identifikimin nga policia. Prokuroria dyshon se Mehmetaj kishte njohje të ngushta me autorin dhe ka luajtur një rol kyç në logjistikën e atentatit. Nga të dhënat e deri tanishme, rezulton se Mehmetaj ka pasur aktivitet në fushën e shitblerjes së pasurive të paluajshme, por gjithashtu ka qenë edhe mik i afërt i Rohan Brahimit, një personazh i njohur i botës së krimit, i cili u ekzekutua një vit më parë në Athinë. Vetëm disa ditë më parë, u vra dhe baba i Ibrahimit, Gjevalin Prendi, duke thelluar dyshimet për një zinxhir hakmarrjesh mes grupeve kriminale. Arrestimi i Mehmetajt u bë mbrëmjen e kaluar. Gjatë kontrollit, policia i sekuestroi telefonin personal, brenda të cilit thuhet se janë gjetur prova të vlefshme për zbardhjen e vrasjes së Hoxhajt. Pista kryesore hetimore tregon se vrasja mund të jetë porositur nga një grup kriminal që operon në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku edhe Mehmetaj kishte udhëtuar kohët e fundit. Në profilin e tij në rrjetet sociale, Mehmetaj ka publikuar foto nga Dubai, vetëm një muaj më parë, duke ekspozuar një jetë luksoze. Ndërkohë, policia ka marrë në pyetje 5 persona në lidhje me ngjarjen, përfshirë edhe bashkëjetuesen e viktimës Klodiana Rakipaj. Renato Hoxhaj, i cili punonte si roje ndërtimi, u qellua me 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në trup, teksa ndodhej pranë banesës së tij në lagjen Hajro Çakëri në Vlorë. Viktima ndroi jetë në vend, ndërsa trupi u gjet nga partnerja e tij, e cila dëgjoi të shtënat dhe doli me një herë jashtë. Hetimet vazhdojnë, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e përfshirjes elementeve të tjerë në këtë ngjarje me prapavijë kriminale.